në Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Zotin ton falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë me njeriun më të mirë, i profetin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. E lusë Allahun xhalla shanuhu që kjo ditë të ketë qenë ditë e hajrit për secilin prej nesh, të ketë qenë më e mirë se sa e djeshmja, dhe e lusë Allahun xhalla shanuhu nëse e kemi kismet që nesërmja të jetë më e mirë se sa e sotmja, që ahireti ynë të jetë më e mirë se sa dynjaja jonë. E lusë Allahun xhalla shanuhu që me gjlisin ton të rrethoj me melaiket e ti, të zbres mbi të kënaqësinë e ti, e ta bëjë atë sebeb që të na përmend Zoti në mexhliset e tij. E lusë Allahun xhalla shanuhu të na bëjë prej atyre që e duan diturinë, prej atyre që mësojnë diturinë, prej atyre që investojnë për diturinë, dhe mos na bëjë nga kategoria e katërt, të cilët as nuk e duan, as nuk e mësojnë dhe as nuk investojnë për diturinë. O Zot, lutemi ty, na mëso ato që është e dobishme dhe na bëj dobi për asaj që kemi mësuar. Vëllezër dhe motra, siç e përmendi edhe hoxha, rinisim ciklin e ligjëratave në xhaminë e Tabakëve me shpresën që Allahu xhalla shanu të na mësoj sadopak për asaj që nuk e dim, të na kujtoj për asaj që e dim por e kemi harruar. Dituri e cila na mundson që ta përjetojmë ato që bëjmë çdo ditë, ta korrigjojmë ato që ndoshta e kemi bërë gabim, na forcojë në ato ku jemi më të dobët. Kam menduar të nisim të gjithë bashkë. Unë faktikisht kur mbaj një ligjërat, mendoj dhe shpresoj që i pari që duhet ta dëgjoj është vetja ime dhe mundohem t'i flas vetes time se është më e nevojshme se sa secili prej jush. Mendova të flasim një temë apo një cikël ligjëratash në lidhje me hartën e besimit. Kështu e kam titulluar Harta e besimit. Do t'ja shpjegoj se çfarë qëllimi kam me fjalën harta e besimit. E gjitha kjo jetë, qoftë e gjatë apo e shkurtër, qoftë njeriu pasanik apo i varfër, jetë gjatë apo jetë shkurtër, i ditur apo i paditur, e gjitha jeta e njeriu nuk është gjë tjetër veç se një udhtim. E pranon apo se pranon njeriu, e beson apo se beson njeriu. Gjibrili alayhi salam i tha profetit ton dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Ja Muhammed, ish ma shi'te fa innaka mayyit. O Muhammed, jeto sa të duash në këtë jetë, por ta dish se një ditë ke për të vdekur. Ja Muhammed, ahbib men shi'te fa innaka mufariquh. O Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, në këtë botë, por ta dish se një ditë do të ndahesh prej tij. Ja Muhammed, i'mal ma shi'te fa innaka majziyun bih. O Muhammed, bëj çfarë të duash, puno çfarë të duash në këtë jetë, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për të. Do të japësh llogari për të. Faktikisht, ne mundohemi t'i shpjegojmë me fjalë të gjata, po këto 3 fjalë janë filozofia e jetës e kësaj bote dhe botës tjetër. Vetëm kaq po të kupton të njeriu. O njeri, jeto sa të duash në këtë jetë. Ta dish se një ditë do të vdesësh, sepse ti je udhëtar dhe çdo udhëtimi do t'i vijë fundi, çdo udhëtari do t'i thuhet zbrit prej aty ku ke hipur, dorëzo amanetin tënd, siç kanë ikur dhe janë dorëzuar tjerët përpara teje, ashtu të vjen fundi edhe ty dhe udhëtimit tënd. Po ta mendoj njeriu këtë, do ta shikonte jetën ndryshe, do ta shikonte pasurinë ndryshe, do ta shikonte edhe dhimbjen ndryshe. Nuk do të sillej ndaj kësaj jete sikur të ishte pronari i kësaj dynjaje, por do sillet ndaj saj si administratori i kësaj dynjaje. Dhe ka dallim mes të madh mes atij që mendon që dynjaja është e tij, që ai është pronari i saj dhe ajo është pronë e tij, e mes atij që thotë jo, unë nuk jam pronar, unë jam administrator, jam i besuar i Allahu xhalla shanu. Pronari ka qenë, është dhe do të mbetet krijuesi i kësaj dynjaje, Zoti i gjithësisë. Pastaj i thotë: O Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të ndahesh prej tij. Atëherë do t'i shihte njeriu marrëdhëniet me njerëzit tjerë si njerëz të cilët dynjaja të bashkon dhe dynjaja të ndan. Ajo që mbetet për herë është shoqëria dhe miqësia e xhenetit. O Muhammed, vepro dhe bëj çfarë të duash në këtë dynja. Je i lirë, ta ka dhënë Allahu xhalla shanu këtë mundësi.
ka të mundësinë që të mohosh Zotin, të bësh gjunahe, të bësh padrejti, ta ka dhënë Zoti, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për çdo gjë që ke vepruar. Prandaj përmenda vëllezër dhe motra këto 3 koncepte. Po ti mësonte njeriu, ai do ta shihte dynjan ndryshe. Do t'i shihte njerëzit ndryshe, e do ta shihte ndryshe edhe vetë jetën e tij. Jeta e kësaj bote, siç e përmenda, nuk është gjë tjetër veç se një udhtim. E keni parë aeroportet. Aeroportet çfarë bëjnë? Mbledhin dhe derdhin. I mbledhin njerëzit dhe i derdhin njerëzit. Po të rrish gjatë me një aeroport, dhe ka njerëz që ju ka rapër pjesë të rinë me vite nëpër aeroporte. Njerëz që nuk kanë patur mundësi, kanë hyrë, po s'kan dalë dot nga aeroporti sepse s'kan patur vizë, po ta pyesim atë, ma shpjegoj jetën tënde në aeroport. Jeta ime, thotë, është njerëz që mblidheshin e njerëz që derdheshin. Është një tranzit, siç është tranziti për çdo njeri që udhton. Ai qëndron një farë kohe, siç puna e tij qëndron gjithë tjerët, pasi secili drejtohet për tek porta drejt së cilës do të fluturojë. Edhe kjo dynja është dynjaja që bashkon, është dynjaja që ndan, nuk është vend që ti të ngulish kunjin tënd dhe thuash ky është kunji im, dynja, kërkush të lëviz këto të kunjin tim. Janë lëvizur të gjitha kunjat që njerëzit kanë ngulur në këtë dynja dhe bashkë me ato kunja kanë ikur dhe njerëzit që i kanë ngulur ato kunja, sepse ky nuk është vend i përhershëm, nuk është vend qëndrimi. Dynjaja nuk është gjë tjetër veç se një tranzit. Prandaj kur dëgjojmë se dikush ka ndruar jetë, të gjithë besoj se e keni dëgjuar të shprehin dhe themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të gjithë jemi të Allahut, të gjithë kthehemi drejt Tij. E themi këto fjalë për ndoshta pak e kuptojmë atë. Çfarë do të thotë që të gjithë jemi të Zotit e të gjithë kthehemi drejt Tij? Do të thotë që ne kemi ardhur prej Zotit, ne shkojmë drejt Zotit. Sado që të jetojmë në këtë jetë, ne jemi një rrugtim, një ditë do t'i thuhet përfundoi rrugtimi yt, shko dhe tako me Zotin tënd. Prandaj edhe kjo fjalë është jashtëzakonisht fjalë e madhe. Të gjithë jemi të Zotit, të gjithë shkojmë drejt Zotit, nuk e dim se kur është fundi i takimit ton. Nuk e dim se ku është fundi i takimit ton, por i lutemi Allahu xhalleshanu që fundi i takimit ton të jetë me faqe të bardhë, edhe ky takim të jetë takim që shkojmë drejt Zotit me besim në zemrat tona, me besim tek Zoti dhe besim tek xheneti i Tij. Këtë udhtim e shpjegon bukur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot shembulli im dhe shembulli i dynjas është si puna ati udhëtarit i cili ul në hijen e një peme, pushoi sa pushoi, pastaj u ngrit dhe vazhdoi udhëtimin e tij. Në formë, po themi, figurative e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam veten e tij dhe dynjan. Thot çfarë lidhje kam unë me dynjan? Unë thot kështu e shoh dynjan, si puna e një udhëtari, i cili ulet në hijen e një peme, pushon, merr fuqi dhe vazhdon rrugtimin e tij. Do të thënë, vëllezër dhe motra, kjo ku jemi ne sot është një stacion i kësaj jete. Ne do rrim sa të qëndrojmë në hijen e një peme. Aq është jeta e kësaj dynjaje. Nëse e krahasojmë me ato që është përpara dynjas, nëse e krahasojmë me ato që është pas dynjas, e gjithë gjatësia e dynjas është sa qëndron njeriu në hijen e një peme. Por thot unë jam udhëtar, unë do të ngrihem dhe do të vazhdoj udhëtimin e tim dhe nuk them që e ka mirë poshtë kësaj peme, por rri këtu, pse duhet vazhdoj udhëtimin? Thot unë jam udhëtar, unë vazhdoj rrugtimin dhe udhëtimin tim drejt Allahu xhalleshanu. Është shumë e rëndësishme ta kuptojë njeriu se është thjesht një rrugtar, është thjesht një udhëtar. Kjo s'do të thotë që njeriu mos punojë për këtë jetë. Çdo gjë që bëjmë faktikisht është investim, po jo për këtë botë, është investim për botën tjetër. Islami nuk thot që ti duhet ta jetosh ahiretin dhe ta harrosh dynjan. Nuk thot që duhet të vuhesh në këtë botë që të kënaqesh në botën tjetër. Jo, thot shfryzoje dhe shijoje këtë jetë, por ta dish se është shumë e shkurtër, është shumë kalimtare, njeri i mençur është ai i cili në kohën e shkurtër bën një investim që nuk vdes asnjëherë. Prandaj sevapi është i pavdekshëm, vakëfet janë pavdekshme. Lumë për ata njerëz që jetuan pak vite në dynja, por investuan në mënyrë të mençur që investimi i tyre të jetë i pavdekshëm, të jetë gjithmonë i rrjedhshëm tek Allahu xhalleshanu. Cili është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit? Është pikërisht se si i qaset besimtari jetës së kësaj dynjaje. Ai është një udhëtar,
ai është një rrugtar dhe e bën me besim. Tjetri nuk e beson, ama tjetri do ta përplasi kokën për muri, se kur të vi kaderi do të vdes dhe ai, kur të vi kaderi do të smurret dhe ai, kur të vi kaderi do të largohet dhe ai, sepse janë larguar prej kësaj dynjaje faraonët, të cilët thoshin toka është e imja, dynjaja është e imja, njerëzit janë të mi, lumenjt janë të mijat, unë jam Zoti i vetëm, nuk ka tjetër veç meje, kështu thoshin faraonët. Po kur erdhi fundi, ata u mbytën dhe vdiqën për një pikë uji, edhe ikën siç ikën gjithë tjerët. Prandaj vëllezër dhe motra, ky është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, se si e shikon besimtari jetën e kësaj bote dhe si e shikon jo besimtari jetën e kësaj bote. Çdo udhtim, dhe kemi dëgjuar që në çdo udhtim janë disa elementë që të domosdoshëm. Përndryshe udhtimi nuk quhet udhtim. Çdo udhtim ka një udhtar, se po nuk pati udhtar nuk është udhtim. Cili është udhtari i këtij udhtimi për cilin po flasim? Është njeriu. Ne jemi ata që bëjmë këtë udhtim. E bën i madhi dhe i vogli, i dituri, i padituri, i pasuri dhe i varfri, besimtari dhe besimtari, të gjithë secili prej nesh jemi rrugtar dhe udhtar drejt Allahu xhalleshano. Por një pjesë ecin yerm. Një pjesë nuk e din se ku shkojnë, e një pjesë tjetër e din që janë udhtar, e din që rrugën ndjekin dhe e din se me këtë do të takohen. Kjo është dallimi mes atyre që ndjekin rrugtimin e kësaj dynjaje me besim, pa janë besimtarët, dhe atyre që ecin në këtë dynja, por janë yerm. Nuk e din se ku shkojnë. Edhe është shumë e rëndësishme të ta tregoj Zoti që ti je një rrugtar që këtë ke përfundim, me këtë do të takohesh. Pra, elementi i parë i udhtimit ton, i rrugtimit ton është udhtari dhe udhtarët jemi secili prej nesh, e përmenda që secili prej nesh është një udhtar dhe secilit prej nesh një ditë do t'i thuhet përfundoi udhtimi yt. Në rrugtim, një rrugtim quhet i tillë kur ka rrugë, se po s'pati rrugë nuk quhet rrugtim, nuk quhet udhtim. Rruga të cilën bëjmë ne është jeta e kësaj dynjaje, me të mirat dhe me të këqijat e saj, me të tatpjetat dhe me përpjetat e saj, me mirësi, me të mira dhe me sprovime me të këqija. Kjo është rruga e dynjas, nuk e dim se si është rrugtimi i dynjas. Zoti na ka shpjeguar që rrugtimi i dynjas ka të papritura, ka malore, ka fushore, ka dhe, po themi, ku njeriu zbret, ka të mira dhe ka të këqija. Nuk ja dim ne, por e dim që secili ka për ta bërë një rrugtim të tillë, edhe kjo quhet natyra e dynjas. Edhe këtë na e ka shpjeguar Allahu xhalleshano. Në një udhtim po ashtu do të ketë një destinacion. Me pyet dikën ku je nis nuk e di, thot po jam udhtar, jam rrugtar. A ka kuptim udhtimi pa destinacion? A ka vlerë ai rrugtim që njeriu nuk e di se ku është nisur? I themi ky njeri nuk është në rregull. Shumica e njerëzve siç i përshkruan Allahu xhalleshanuhu, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ata din një pjesë të kësaj jete të dunjas. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sa i përket ahiretit janë gafil, janë shkujdesur. Mendojnë që kjo është udhëtimi i tyre, kjo është rrugtimi i tyre, por thotë edhe kësaj vetëm një pjesë ja din, thotë Zoti. Nuk e kuptojnë realitetin e kësaj bote. Edhe janë gafil, janë të shkujdesur, janë yerm, janë të verbër sa i përket ahiretit, sepse ata nuk e din destinacionin. Imagjino çfarë dallimi ka mes njeriu që ecën, por ecën si i humburin shkretir. Si puna atij që sa herë ecën i humbet harta, i humbet navigatori, nuk e gjen dot busullën e drejtimit, edhe mes atij që e din që çdo hap që hedh është drejt destinacionit dhe destinacioni e dini cili është, vëllezër dhe motra, kënaqësia e Zotit dhe xheneti Allahu xhalleshanu. Ky është destinacioni i udhëtimit besimtarit. Ne duam të mbrijmë aty ku na thuhet mirë se erdhët, e fituat kënaqësinë e Zotit dhe e fituat xhenetin e Allahu xhalleshanu. Po ashtu në këtë udhëtim duhet mjeti i transportit. Mund të jetë i shpejt, mund të jetë i ngadalë, çka rëndësi. Mjeti i transportit që përdor besimtari për të mbritur në destinacion janë adhurimet e tij. Adhurimet na mbajnë neve. Ato na i shkurtojnë distancat, ato na çojnë në destinacion në takimin me Allahun xhalleshanu. Dhe Zoti ka bërë me rahmetin e tij që ka disa mjete transporti që janë shumë të shpejta. Që është Ramazani, nata e Kadrit, janë netët e mira, janë kohët ku Allahu xhalleshanu shpërblen robin shumë
edhe pse robi ka bërë pak. Mjeti i transportit që përdorim në udhëtimin ton, ndoshta nuk janë mjetet e transportit kësaj dynjaje, por t'jeni sigurt janë shumë më të shpejta. Janë të vetmet mjetet transporti të cilat na çojnë në destinacion tek Allahu xhalla shanuhu, dhe në këtë udhëtim vëllezër dhe motra na duhet furnizim, sepse nuk ka rrugtar, nuk ka udhëtar në këtë botë që nis një udhëtim pa patur furnizim me vete. Furnizim me ushqime, me pije, me pasuri, përndryshe ky njeri nuk është normal të nisi njeriu një udhëtim të gjatë dhe s'ka asnjë gjë në xhepin e tij. S'ka asnjë gjë. Kjo nuk është normale. Atëherë, a mundet që ne ta bëjmë rrugtimin dhe udhëtimin për tek Allahu xhalla shanu pa furnizim? Po cili është furnizimi që kemi ne? Është devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, thot Allahu në këtë udhëtim, dhe dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Çdo njeri furnizohet në udhëtimin e tij, merr sa më shumë ushqime, sa më shumë lëngje, sa më shumë ujë, sa më shumë para, dhe kjo është normale. Allahu thot furnizohuni për çdo udhëtim dynjaje, por ta dini se për udhëtimin e ahiretit, për udhëtimin e vërtet, i vetmi furnizim që u vlen është devotshmëria, e vetmja që ju çon deri në destinacionin final. Këto janë disa nga elementet të udhëtimit, por ka edhe një element shumë të rëndësishëm, për cilin dua të flas edhe ta lidh temën tonë me tema që do të vinë pastaj. Çdo udhëtim kërkon dhe një hartë, sepse nuk mundet të gjendet rruga nëse s'ka njeriu një hartë, aq më tepër kur jeton në një vend që nuk e di çfarë rrugësh ka, ku është rruga kryesore, ku rrugët dytësore, çfarë rreziqesh mund dalin në këtë rrugë. Sot ti nuk nisesh në asnjë vend nëse nuk e di rrugën mirë, ta kesh të vizatuar, ose se ke atë navigatorin me vete, apo GPS-in, apo kështu me radhë, apo jo. Dhe mundohet njeriu ta ketë në telefonin e tij, ta ketë makinën e tij, mundësisht të ketë makinat modeleve të fundit që ta qartësojë mirë atë hartën dhe udhëtimin, sepse njeriu në një moment caktuar kur ti nuk punon, ai navigatori apo jo harta, ti hutohesh dhe nuk di nga të ecësh. Ti ndoshta shkon rrotull. Atëherë, nëse rrugët e dynjas nuk bëheshkan pa navigator, pa harta, por rrugtimi drejt Allahu xhalla shana, a bëhet dot pa hartë? Nuk bëhet pa hartë udhëtimi drejt Zotit të gjithësisë. Prandaj harta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj e quajta serialin e temave që do të mbajmë me lejet Allahu xhalla shanuhu, harta e besimit. Harta e cila do të jetë në dorën e çdo besimtari, sepse ajo është kusht për të mbritur në destinacionin drejt Allahu xhalla shanuhu. Vëllezër dhe motra, lexoni Kur'anin nga fillimi deri në fund. Unë them që i gjithë Kurani është shpjegimi hartës. Madje surja e parë e Kuranit, surja Fatiha, është harta e shpjeguar në mënyrë precize dhe të shkurtër. Ajetet e para të surës të tregojnë ty destinacionin ku po shkon. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Të prezantojnë se drejt kujt po shkon ti. Me kë do të takohesh ti? Cili është destinacioni i udhëtimit tënd? Kjo hartë të tregon gjithashtu, kjo sure të tregon gjithashtu që ky udhëtim, ky rrugtim ka nevojë për dua, ka nevojë për të mbështetur Allahu xhalla shanu. Prandaj themi ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo o Zot në rrugë të drejtë. Do të thonë kur jemi të humbur, na orienton në rrugën e drejtë, kur jemi të dobët na forcon rrugën e drejtë, kur rrezikojmë të devijojmë, na ktheo Zot në rrugën e drejtë. Edhe prandaj ne këtë sure e lexojmë në të gjitha namazet tona, në të gjitha rekatet tona, qofshim individualisht apo qofshim me xhamat, dhe kjo është duaja më e shpeshtë që bën një besimtar, një njeri që fal namazin. Nuk e dim se sa mira herë e thot ai në jetën e tij: O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë. Allahu xhalla shanu të tregon ty që është shumë e rëndësishme ti lutesh Zotit që ai të udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe pjesa tjetër e surës të shpjegon se kush ka qëndruar në këtë rrugtim e kush ka dalë prej kësaj rruge. Të tregon se ata që kanë qëndruar në këtë rrugtim kanë qenë njerëzit që i ka ruajtur Allahu xhalla shanu, pejgamberët, dëshmorët, të devotshmit, dietarët. Ata i ka ruajtur Zoti në këtë udhëtim, dhe tregojnë dy kategori njerëzish që kanë hyrë po kanë dalë prej rruge. Kategoria e parë kanë qenë ata që janë mendemdhej, ata që kanë dituri por nuk e pasojnë diturinë me punë. Janë ata që kanë informacion,
por nuk e zbatojnë atë. E dinë, por nuk e bëjnë atë. Këto janë prej asaj kategorie që kanë fituar zemërimin dhe mallkimin e Allahu xhallashanuhu. Zoti na ruaj prej kësaj që njeriu të di dhe mos e bëj atë, edhe pse e din që kjo duhet bërë, kjo është që të çon në mallkimin e Allahu xhallashanuhu. Dhe kategoria e dytë që kanë humbur në këtë rrugë dhe kanë devijuar, janë ata që në jetët mund t'i kenë patur të mira, por s'kan patur dituri, s'kan mësuar. Prandaj janë kusht që të dyja, edhe dituria, edhe njeti i pastër, edhe ndjekja e kësaj rrugë, dhe në fund themi gjithmonë amin, o Zot përgjigju, pra o Zot më ruaj në këtë rrugtim, o Zot më bëj që ta mbaj hartën e këtij rrugtimi, e mos e humbas këtë hartë. Që të mos ju lodh shumë, sepse është tema e parë, vëllezër dhe motra, në fund është shumë e rëndësishme si duhet përdorur harta e udhëtimit. Imagjinoni njëri i cili ka hartë me vete, po nuk di me lexu hartën. Ose dikë tjetër i cili e ka hartën, po nuk i beson hartës. Ose dikush që e ka hartën, i beson asaj, po nuk e ndjek hartën e tij. Tre janë kushtet që harta të jetë e dobishme. Kushti i parë është ti besosh kësaj harte. Se nëse ti nuk i beson kësaj harte dhe e hedh atë, ajo është hyn punë. Prandaj kushti i parë i hartës së besimit është ta dish se kjo është harta e vetme e vërtetë. Harta që e ka përpiluar Allahu xhallashanuhu. Hartë në të cilën nuk ka dyshim, hartë që nuk mund të kopjohet, hartë që nuk mund të imitohet nga asnjë lloj njeriu, nga askush, sepse kjo është hartë vetme unike që ja ka dhënë Allahu xhallashanuhu në dorë besimtarit, ja ka dhënë në zemër besimtarit. Prandaj kushti i parë është që ti jesh besimtar. Çdo thotë ti jesh besimtar, do thotë ti besosh kësaj harte. Nëse njeriu nuk i beson kësaj harte, ai nuk mund të jetë rrugtar dhe udhëtar për tek Zoti dhe s'mund ta gjejë destinacionin drejt Allahu xhallashanuhu. Kushti i dytë është që ta ndjekish hartën. Ta ndjekish me përpikmëri, sepse njeriu mund t'i besojë një harte, por thotë, po ta kisha provuar edhe këtë rrugën këtu, po ta provoj edhe një herë këtë tjetrën. Të gjithë ata që kanë provuar rrugë tjera në fund janë bërë pishman, por ndoshta s'kan patur kohë më u kthy më në rrugtim, s'kan patur kohë më u kthy më në udhë. Kjo hartë ka treguar që nuk ka rrugtim, nuk ka rrugë tjetër veç kësaj rruge. Nuk ka udhë tjetër veç kësaj udhe, por në këtë rrugtim kanë qëndruar ata që kanë qëndruar besnik. Prandaj ne kemi zbatimin e Islamit. Kushti i parë ishte besimi ose imani. Kurse zbatimi i hartës do thotë të zbatosh Islamin. Prandaj adhurimet janë kusht, janë bërë detyrim. Allahu xhallashanuhu i ka bërë detyrim ato që njeriu të qëndrojë në këtë rrugë. Mund të thotë dikush, unë i besoj Zotit, i besoj librit Zotit, i besoj kësaj rruge, po nuk ka mundësi mi i bë këto vepra. Je si puna atij që i beson hartës, po nuk e zbaton atë. Njëri shumë i mirë, e di që harta që ka dorë është shumë e rëndësishme, e çon destinacion, ama nuk e zbaton atë hartë. Atëherë nëse ti nuk e zbaton këtë hartë, ti nuk mundet të mbresh në destinacion, dhe kushti i tretë dhe i fundit, vëllezër dhe motra, është duhet dish ta lexosh hartën. Sepse ka njerëz që i besojnë hartave, ka njerëz që e ndjekin me përpikmëri, por ai nuk e lexon dot hartën. Nuk e di, a është malore, a është fushore, a është kthesa, a është rrugë e drejtë. Hartat, nëse e keni dëgjuar, të gjitha kanë disa shenja, quhen shenjat konvencionale. Janë shumë të rëndësishme. Nëse si lexon dot këto shenja, ti se kupton dot hartën. Atëherë këtu vjen kushti i tretë, kushti i kuptimit të fesë. Është shumë i rëndësishëm, sepse ka njerëz që janë sinqertë, të përpikt në ibadetet e tyre, por se kuptojnë. Dhe ndoshta ky mos kuptim bëhet sebeb që ata të kalojnë në ekstrem, shkatrojnë veten e tyre dhe shkatrojnë dhe të tjerët. Prandaj Zoti na ka bërë detyrim mësimin. Prandaj ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mëso, merr dituri dhe kuptoj që nuk ka Zot tjetër veç Allahu. Nuk tha thuaj se nuk ka Zot tjetër veç Allahu, po mëso. Prandaj ajeti i parë ishte Iqra, lexo. Prandaj tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa kategori njerëzish në ummetin tim, kur e shihni namazin tuaj përballë namazit të tyre, është hiç namazi juaj përpara namazit të tyre. Agjerimi juaj përpara agjerimit tyre nuk llogaritet fare, por ka një problem shumë të madh. Ata nuk kanë dituri, ata dalin shumë shpejt prej feje. Ky është kushti i tretë, është kushti i kuptimit. Tre janë kushtet, vëllezër dhe motra, për
që kjo hartë tjetë e dobishme. Kushti i parë është t'i besosh kësaj harte, e dyta ta ndjekesh me përpikmëri atë, dhe e treta është ta kuptosh. Dhe që ta kuptosh duhet lexosh, duhet dëgjosh, të mësosh, dhe duhet të pyesësh dikë që është më i mençur se sa ti, më i ditur se sa ti, i cili e kupton hartën më mirë se sa ty. Prandaj, përmbi çdo dietar ka dhe një dietar më të madh. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam priste udhëzimin nga Allahu xhalla shanuhu. Prandaj dituria është kusht në fe, në besim. Ne nuk i themi mbylli syt edhe vazhdo në këtë rrugtim se do shkosh drejt Zotit. Jo, themi, jo, hapi syt, mëso, kur nuk e din pyet dikë tjetër, se përndryshe merr në qafë veten tënde, i merr në qafë edhe njerëzit tjerë. Këto janë tre kushtet e rëndësishme dhe të domosdoshme që hartat tona që kemi në dorë, me lehtë Zotit na çojnë destinacionin përfundimtar, i cili ishte kënaqësia e Zotit dhe xheneti i Allahu xhalla shanu. Së fundmi, vëllezër dhe motra, rrugtimi drejt Zotit nuk bëhet për një ditë e për një natë. E gjithë jeta jonë është rrugtim. Ai bëhet stacion pas stacioni. E gjithë jeta jonë nuk është përveç se mbritëm me një stacion, pastaj vazhdojmë rrugtimin për të mbritur në stacionin tjetër, sepse nuk fluturojmë nga dynjaja në ahiret. Nuk shkojmë prej këtu në xhami direkt në xhenetin e Allahu xhalla shanu. Zoti e di se kush ka për të përfunduar në xhenet dhe kush ka për të përfunduar në xhehenem, apo jo? E di Allahu xhalla shanu. Pse nuk i çoi Zoti njerëzit direkt nga bota shpirtërore? Pse nuk i çoi direkt në xhenet ose në xhehenem? I solli në dynja se secili ta bëjë këtë rrugtim, ta ndjekë këtë rrugë me vetdijen e tij. Por ky rrugtim, siç e përmenda, nuk bëhet për një herë. Dhe kjo është gabimi që bëjmë, se ne duam ta kompensojmë gjithë jetën tonë përpara Islamit për 24 orë. Gjithë paditurinë tonë duam ta mbyllim për një javë dhe të bëhemi dietarët më të mëdhenj, devotshmit më të mëdhenj. Jo, ky rrugtim është rrugtim i gjatë. Ky bëhet hap pas hapi, bëhet stacion pas stacioni. Prandaj ne kemi nevojë të mësojmë stacionet e këtij udhëtimi. Ne në ciklin e këtyre ligjëratave nuk do të bëjmë gjë tjetër veçse do të shpjegojmë stacionet e udhëtimit ton drejt Allahu xhalla shanu. Të gjitha këto stacione bashkë po t'i mbledhim, të gjitha do të na japin ato që është harta e besimit. E lut Allahu xhalla shanuhu që të na bëjë Zoti për atyre që mësojnë dhe diturinë që mësojnë mundohen ta reflektojnë atë në formën më të mirë. E lut Allahu xhalla shanuhu që ti ketë mbushur zemrat tona me hartën e besimit, hartë të cilës i besojmë, të cilën mundohemi ta zbatojmë me përpikmëri aq sa kemi mundësi, por mbi gjitha mundohemi ta kuptojmë, dhe kurse kuptojmë atë, nuk kemi siklet shkojmë të pyesim dikë tjetër që është më i ditur dhe më i mençur se sa ne, e ta pyesim për shenjat e këtij rrugtimi. E lut Zotin e gjithësisë na tregoj rrugën e drejtë, na jap forcë ta ndjekim atë rrugë, na tregoj dhe rrugën e gabuar, e na jap forcë të largohemi asaj rruge. Allahumma amin. Zoti ja shpërbleh me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.